Lina Kelmendi është një nga shkrimtarët më të mëdhenj të letërsisë shqipe, i njohur për kontributin e tij në prozë, publicistik dhe përkthim, si dhe për rolin e tij aktiv në jetën letërore dhe kulturore shqiptare. Në këtë intervistë ekskluzive për mediumin Storm, Kelmendi flet për romanin dhe poezinë, rolin e shkrimtarit në shoqëri, qendrën e Kosovës, përkthimet dhe promovimin e letërsisë shqipe jashtë kufijve shqiptar, si dhe për marrëdhëniet mes shkrimtarëve, botuesve dhe lexuesve, duke prekur tema me interes për publikun bashkëkohor, letrar e kulturor. Falenderoj shumë që gjetët kohë ta realizojmë këtë intervistë. Faleminderit që ke ftuar. Falenderoj shumë. Atëherë po e nisim intervistën rreth romanit tuaj Matëri, të cilin e keni titulluar Të huajt. A mund ta flisni pak pika për mbledhjes se çka trajtohet brenda këtij romani, cila është e lënda e tij? Të huajt është i koncipuar në 14 tregime, të lidhur njëri me tjetrin, e që paraqesin 3 periudha tonat ose timën e familjes sime, periudhën e para dëbimit në Kosovë, periudhën e dëbimit nga Kosova dhe periudhën e pas dëbimit prapë në Kosovë. Jem përpjekur që përmes personazheve, përkatësisht personazhet, cili nuk ka emër, por që vepron në vetën e tretë, të paraqes kohën kur në Kosovë mbretëronte dhuna, mbretëronte terrori serb, mbretëronte një errësirë totale, edhe informative, edhe kulturore, edhe ekonomike, e tjera. Në pjesën e dytë të romanit jam përpjekur të paraqes kohën e dëbimit, largimit me dhunë nga Kosova, nga nga milicia ushtria serbe, dhe qëndrimin tim të familjes sime e edhe të shqiptarëve të tjerë në Blac. Pastaj, po kjo periudhë e pas dëbimit e përfshin pjesën e qëndrimit tim në Korçë, në Tiranë dhe në Strasburg. Periudha e tretë dhe e fundit është periudha e pas dëbimit, është koha e kthimit tim në dhjetor 99 në Prishtinë, kur forcat serbe përfundimisht ishin larguar nga vendi dhe vrehej një frymë e gjallë, një jetë tjetër, krejtësisht tjetër, e re, plot vrull, plot disponim, plot shpresë dhe plot ëndra. Të risaimit të romanet, po kam dëshirë të ndalemi pak të Guri Vashës. I di se është një temë e dhimbshme, temë e prekshme, po për gjithë ata të cilët nuk e kanë lexuar, ju kisha sugjeruar që ta lexojnë këtë roman të jashtëzakonshëm, po kam dëshirë të ndalem disa pika më thelbësore se çka trajtohet brenda romanit. Autori ka vështirë të flasë për veprën e vetë për shkak të rrezikut të daljes në 2 ekstreme. Ekstremi i parë, sipas meje, është sa do ta lavdoj veten edhe romanin. Ekstremi i dytë është se ekziston rreziku i rënjes në një modesti të madhe dhe të thotë që se kam shkruar mirë ose ku di unë. Domethënë modestia e madhe është shpesh e dëmshme. Guri Vashës mendoj që është një vepër që shumë e rëndësishme imja, ndoshta krye vepra, por për këtë nuk kam drejt të them unë. Ai roman paraqet një periudhë tonën të luftës, paraqet një rezistencë krejtësisht tjetër të popullit tonë, rezistencën e grave, nënave, motrave tona, të cilat në ballafaqim me pushtuesin serb, cilët nuk zgjodhen jetë për ta nashtruar popullin, ata ndaj këtyre vashave, këtyre nënave tona, e vajzave tona, kryen edhe akte njerëzore të përdhunimit dhe kështu mendoj që janë të rralla në histori rastet ashtu siç kanë qëndruar edhe femra tona, por edhe ashtu siç kanë vepruar, do të them lirisht shtazërakisht, pjesa ushtarake dhe milicore e Serbisë. Unë
këtë rezistencë të gruas son, sot e quaj një mënyrë tjetër përfitimin e lirisë, sepse në këtë katrahur, në këtë përndjekje përdhunimi, kanë kaluar mbi 20.000 femra tona, cilat për fat të mirë kohëve të funit e kanë kaluar dhe po e kalojnë me duket mirë, për shkak se ne jemi të prirur të jetë i ketojmë edhe rastet kur nuk është bërë asgjë me dëshirë dhe kur çdo gjë është bërë me dhunë. Përveç romanet që shkruani dhe tregimet, ju njëkohësisht shkruani edhe poezi. Po kam dëshirë pak ndalim edhe te poezia. Poezia, në fakt poezi kom shkruar shumë herët, po si kom botuar, pastaj kom shkruar më vonë, vazhdoj të shkruaj. E kom më vështirë të flas poezi, por poezia mendoj që është një shpërthim emocional i rastit, i momentit, dhe ajo të vjen aty për aty, ti shkruash 4-5 vargje, ose më gjatë, ta bësh një, si të thuash, një pasqyrë shpirtërore tëndën për një fenomen, për një dukuri në shoqëri, por edhe për një fenomen tëndin që të ka ndodhur ose pret të ndodhë. Mendoj që me poezi paraqitet ajo pjesa intime, shpirtërore, ashtu me prozë paraqitet pjesa shoqërore me vrag që i ka jeta. Po kam dëshirë ta kem një mendim tuaj në se cili është roli i shkrimtarit në shoqëri. Është vështirë ta them cili është roli, po roli duhet jetë edukativ. Kurse shkrimtari ka për detyrë të shkruaj, të paraqes fenomene në ngjarje të shoqërisë së vet, të shoqërisë cilën jeton, dhe ato t'i ofrohen lexuesit dhe ai t'i konsumojnë në mënyrën e vet dhe të nxjerrë edhe përfitime didaktike, por edhe të nxjerrë përfundime që atij duken të arsyeshme. Atëherë përveç se shkruani roman, tregime, poezi, njëkohësisht jeni edhe kryetari i PEN Qendrës Kosovës. Po më intereson pak se cilat janë ato aktivitetet e këtij viti, tashta sa e nisëm, di se vitin 2025 e keni përmbyllur me disa aktivitete jashtëzakonisht të rëndësishme. Po, PEN Qendra e Kosovës është një, do ta quaja, shoqat ose asociacion është më mirë të shkruaj, të paktën bile është edhe institucion kulturor, cili mbledh rreth vetes shkrimtar të Kosovës. PEN Qendra e Kosovës ka pasur një aktivitet, të thosha, mjaft të vëllëmshëm, ka botuar dikon 7 libra, ka botuar 3 numra të revistës së vet, që është Qëndëlltria në vet PEN Kosova, ka botuar kompletën e Xhemal të ndje Xhemal Mustafa librin tim dhe një libër të Ismail për teori e kohë. Ka organizuar një punëtori shkrimore dhe për Kosovë me qëllim të nxjerrjes së talenteve të reja të nxënësve në Prishtinë, në Gjakovë, në Ferizaj, në Pej dhe në Prizren. Dhe gjatë këtyre punimeve, workshop ose po quhen, kemi dhënë mendimet tona, propozimet përkatësisht ndoshta edhe sugjerimet për si shkruhet tregimi, si shkruhet proza më gjatë, si shkruhet poezia, si shkruhet esej, dhe aty kemi hasur në nxënës të cilët kanë një plot talente dhe të cilët punimet e cilëve i kemi përmbledhur në 2 libra dhe janë botuar si vjet. Po mendoj si vjet, vitin e kaluar. Për këtë vit që hyn, tani jemi në përpilim me sipër të projekteve. Besojmë se do të kemi një përkrahje tjetër që kemi pas gjithmonë nga Ministria e Kulturës, dhe do të vazhdojmë aktivitetin tonë varsisht prej mundësive financiare që na ofrohen dhe që do t'i kemi. Uroj që të keni këtë përkrahje dhe vazhdoni tutje me këtë punë kaq mirë që jeni duke e bërë.
Faleminderit shumë, faleminderit që më dhe rastin të flas dhe të shpreh që mendoj. Atëherë po vazhdojmë pak ndalemi te përkthimet. Ndjes se zakonisht keni përkthyer më shumë për gjuhës frenge. Po më intereson pak përzgjedhja e autorëve. Në çfarë kritërësh keni përzgjedhur autorët e cilët i keni përkthyer? A shije personale e juaja si shkrimtar, si autor? Jem përpjekur ta zgjedh natyrisht edhe shi ta përfill shijen time, por edhe shijen e lexuesit. Në fillimisht kam përkthyer tregime që më kanë rëndohur nga frëngjishtja, tregime, pastaj në një poezi. Por romanin e parë që kam përkthyer nga gjuha frëngjë në gjuhën shqipe është romani Bonjour Tristesse, është përkthyer në vitin 1978, është e autorës franceze Françoise Sagan, e cila është nismëtare e asaj që në Francë, por edhe në botë quhet roman postmodern. Pastaj kam përkthyer librin tjetër të poashtu përfaqësuesës së romanit postmodern, avantgarde, të Marguerite Duras, Dashnori, që është botuar nga Relina në vitin 1988. Pastaj në pont të vit kam botuar romanin e një kroate jetë frankofone, përkatësisht që është shkolluar në Francë dhe që ka shkruar frëngjisht romanin Iliria, i cili është me interes mendoj edhe historik, por edhe letrar, cilën ajo ka paraqitur jetën dhe bëmat e mbretëreshës të Utë në kohën derisa ajo ishte në kryet e mbretërisë së Ilirëve dhe në kohën derisa ajo ishte mbretëresha kurorëzuar pas vdekjes së mbretit Agron. Aty historikisht janë paraqitur të gjitha tokat e ateshme ilire, por edhe luftrat që janë zhvilluar edhe me Romën, por edhe me Greqinë, deri në përfundimin e kësaj mbretërie që për fat të keq u zhduk. U mund nga Roma dhe romakët me këte filluan të vinë në ishullin ton ilirik. Pastaj kam përkthyer një libër tjetër, që është një përmbledhje publicistike e francezëve që kanë qëndruar në Kosovë e që kanë dhënë kontribut për ndërtimin e Kosovës. Është një libër që ka titullin Kosovë arfime për ndërtimin një shteti. Janë dikun, nëse zgaboj, një 15 shkrime të personalitete franceze, filluar edhe nga generali i parë, generali i dytë i këforit, Valentin, e që kanë shfaqur pikpamjet e veta për Kosovën, për luftën, për zhvillimin e ardhshëm dhe për pavarësinë që do të vinte e Kosovës. Pastaj më vonë kam përkthyer një libër tjetër që paraqet hapat e parë të konsolidimit të Kosovës pas lutës, që ngjarjet zhvillohen kryesisht në Vushtrri, në Drenica, në Mitrovicë. Është një autor mjek i organizatës së ndërkombëtare të mjekëve pa kufi. Dhe në fund kam përkthyer kam në përkthim me sipër në të vërtet një libër që është po ashtu përfaqësuese e romanit modern francez, postmodern si quhet, është Nathalie Sarraute, Emiria. Kam përkthyer vepra tjera, kam bashkëpërkthyer akrobatët, figurat e Gérard Genet, unë kujtohen tjerë. Shumë mirë. Faleminderit për këtë punë kaq të mirë që jeni duke bërë. Atëherë po vazhdojmë pak derisa jeni te përkthimet, po më intereson se sa mendon se letërsia shqipe është prezantuar jashtë kufijve shqiptar. Për të thënë të drejtën, letërsia shqipe prezantuar në letërsinë botërore se përkthyer në gjuhë tjera të botës, pas Kadares ka shpërthyer tek këtu ku ndonjë individ, dikush me iniciativa private, dikush me iniciativa të ndonjë miku, të ndonjë shoku, ku di unë e tjera. Por tani, siç dihet, pas përkthimit të suksesshëm të një vepre nuk qëndron një shtet e tërë siç ka qëndruar në kohën e Kadares. Tani duhet gjetur shtëpi botuese, duhet gjetur interesimi i asaj shtëpie botuese, duhet gjetur përkthyesi që dhe gjithë kjo në barrën e një krijuesi nuk është lehtë të gjendet.
Kështu që në këtë pikë po më mendoj që qalojmë dhe besim prapa, nuk e di ku është Shqipëria, por edhe më duket që në këtë pikë nuk është nuk është në përparësi dhe në avancim, si ta them, siç ka qenë në kohën e kur Kadareja bënte bujë me një libër të vetë që botonte në Francë dhe pastaj pe Francës përdhene gjuhë tjera të rëndësishme të botës. Mendoj se shteti do duhet të jepte rëndësi përkthimit të lehtësisë kombëtare të vetën, por natyrisht duhet të gjendet të përzgjidhen veprat që vërtet meritojnë të përkthehen. Dhe unë mendoj që shteti së më Kosova sidomos duhet të përkthejë libra të cilat duhet të pasqyrojnë jetën e Kosovës, autenticitetin e shqiptarëve në Kosovë, historinë që është përpjekur ta shtrembërojë gjithmonë Serbia dhe duhet të dëshmojë të vërtetën gjithmonë në shërbim të kombit, të shtetit dhe të armës së vet. Po jo vetëm e plotësuat, ose do të thonë pyeta për institucione, se çka do duhet të bëhen, jo vetëm e plotësuat këtë sencilje. Atë po më intereson pak atë ndalimit se e përmendet edhe botues dhe shkrimtar. Në mendimin tuaj se sa funksionon teknikë ta çojmë kështu kushtimisht të një lloj trekëndshi shkrimtar, botues, lexues. Pa thua gjithnjë që leximi është në krizë. Nuk do të pajtohesha me këtë konstatim që leximi është në krizë. Ka lexues. Tani lexuesi ka një shije tjetër, ka një shije më fine, më të holluar ka. Kërkon librin që do të vetin. Lexon ku di unë, dikush lexon teknologji, dikush lexon çka është kjo për lidhur me inteligjencën artificiale, dikush lexon shkencat fantastike, e tjera. Për fat keq më duket që proza përkatësisht letërsia e mirëfillt, letërsia klasike nuk është më ajo që nuk pritet dhe nuk lexohet ashtu siç është lexuar më herët. Po këtë përshtypje kam unë. Ka sa për këtë lexuesit, botuesi. Botuesi këshirt përfitoi vetë nga libri. Dhe duke shikuar këtë, ai bën përzgjedhjen e botimit, ai bën përzgjedhjen e shkrimtarit, natyrisht duke kërkuar mbështetje financiare nga ndonjë institucion kulturor shtetëror. Dësa shkrimtari është në mëshirën e të dy, edhe të botuesit, edhe të lexuesit, po edhe furnia fundit, edhe nga institucioni financiar i shtetëror i vendit, kështu. Dhe ky trekant se di si funksionon. Ndoshta duket që kuptojnë mirë njëri tjetrin dhe mbijetojnë e mirë kuptuar. Ata veç për afrohemi këtë saj bisede këtë në fond, për duket një pyetje pak se e pashmangshme. E përmendet se jeni duke u marrë me ne për kthim, po më intereson nëse mund ta shpalosni për shikuesit e mediumit son se çka jeni duke planuar tjetër diçka aktuale që mund ta presin lexuesit përveç romanit Valpari që e botuar para pak ditësh. Kam në projekt një prozë gjatë, nuk u di çka do të dalë. Kam hudhur në te mendime, fjalie, sa ka mundur. Është larg finales. Besoj që do të kryhet. Nuk ka as titull. Ka disa personazhe të cilët nuk po i zbuloj. Ka dhe ngjarje të cilat nuk po i zbuloj prap. Shpresoj që do të dalë të kryej. Dhe kam edhe të përgatitur një përmbledhje me poezi, cilën pres ta botoj gjatë këtij viti me një titull që e kum lënë të paktën unë ta lëmë një kohë. Faleminderit shumë, të uroj suksese, shëndet dhe gjithë të mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve. Faleminderit shumë.